Shënimin e fundit dua ta lidh me një mesazh. Me një mesazh në celularin tim, të cilin e kam nxjerr për ta lexuar, mbase jo të gjithin, është një mesazh i gjatë, ku dërguesi më thotë: Mirëdita, zoti kryeministër, lexova si çdo ditë dhe sot postimin tuaj të ardhur nga një qytetar i gjeneratës time. Pra, dërguesi është i tjetër gjenerat me mua. Shumë e qartë që një kryeministër vlerësohet dhe votohet për vizion, ide, ambicie, sfida që na bashkojnë si kombë, të cilat në mënyrë direkte apo indirekte prekin jetën tonë. Problemi fillon kur institucionet e varësisë harrojnë që ndërsa një kryeminist ka për detyrë ato më sipër, ato duhet merren me problemet e përditshme që i prekin jetën tonë. Dhe jo të përfitojnë nga ky vizion, por të punojnë që vizioni të jetë i prekshëm edhe për ne. Jemi 12 familje që janë bashkuar në këtë protest, jo të gjithë me prezencë në bulevard, sepse jemi të zhgënjur që akoma dhe sot nuk kemi një zgjidhje për gjysmën e palatit që na është shëmbur në tërmeti i 2019-s pa ministrisë jashtme. Kemi njërë gjitha rrugët e robit, të ligjit dhe të zotit për të kërkuar ndihmë nga çdo institucioni, një bashki, avokat përbërë, ministri dhe kryeministri, por akoma sot pa përgjigje. Ju dhe shkruar një vetë shkruar një herë pas saj, na kontaktuar nga Bashkia e Tiranës, duke penduar zgjidhje në pranime të deputetes. Por pas zgjedhjeve elektorale, përgjigjet në shkresa nuk kishin kurfar lidhje me vendimin e zyrë, nuk na prisnin më, deleguan problemin në institucione të tjera për mungesë kompetencash ligjore, u kthyen pikën zero. Asnjë që me vërsi bëjë të më zgjidhë, po të paktën të çojnë ku duhet, ta ndjeki problemin dhe të mbajnë kontakt vazhdueshëm, për këtë i kemi zgjedhur mendoj. Dhe ne si qytetarë në mënyrë direkte apo indirekte, për 6 vitesh në spirale, nga një derë të tjetra, i vendosim emrin tuaj këtij problemi, ndoshta gabimisht, e thot vetë në klapa, nuk kemi pak 6 vite pa përgjigje. Dhe ndërkohë shikojmë që jepën nga ndërtimi, për rezorte, komplekse pallate, mirë se të vinë, çdo muaj pothuajse, por pyesim vetëm po për një shkallë pallati ka i vështirë është leja, duhet një ndërtues, biznesmen që gjejmë kanalin ekonomik dhe pastaj vëdojmë duke ngarkuar vetëm në mundjen që aty është premtuar këtij, aty ndërtuesi nuk din çfarë shpjegimi të japim kësaj populasi realitetesh. Dhe vëmendja harmohet këmbët të çojnë në bulevard. Pse ne duhet të shkruajmë letra dhe SMS një kryeministri ka me rruta drejtor, ministri e bashki që në 6 vite duhet kishin zgjidhur problemin? Pse duhet shkëputem unë nga puna për të çuar këtë SMS? Pse duhet të dalë të protestoj pas dite kur mund ka rreth kohë me fëmijët e mi? Pse duhet të pres? Nuk jemi mjaftuar 6 vite këtij shteti? Këto probleme të përgjithshme përjetësore që ne ndeshim për vitesh na detyrojnë të gjejmë fajtorin tek ju. Dhe ministria juaj ka tendencën të delegojë paftësinë e saj te ju, duke na vënë si qytetarë përballë jush si kryeminist. Po ju informale timi pse se ke dërguar në gjykat, me që se kryeministri ka nëntuar zgjedhjen e t'ja u japi ai, s'keni pse vini këtu, nuk është kompetenca ime, por e qeverisë. Nuk firmos unë të shkoj në burg se do kryeministri të bërë aty pallatin ku e keni patur, nuk bëjnë gjë tjetër veç se mbushin gotën e ujit çdo ditë. Ndjes për mënyrën drejtë të komunikimit, po mendoj që është më e ndershme kështu. Shumë rrugë me plan dhe vizion, por duam të jetojmë mirë çdo ditë dhe duam sot. Nuk kemi nevojë për lëmosh se dalin vetë në jetë, por duam që shteti mos na vendosë si travers. Kemi ndërsinë e keqe me kanë hyrë në hak dhe nuk do gjejmë më zgjidhje. Duhet për shqetësim, por ndihemi pa fuqishëm për të zgjidhur të problemin dhe besojmë që kjo ndërsim në dhëm. Faleminderit, ditë mbar me respekt, Amos Mezurej. Tani unë dua ta them shumë qartë dhe shumë drejt për drejt. Kjo është protesta që mua më intereson, që mua më zemron, po ashtu që mua më motivon që të vazhdoj luftën time. Nuk më zemron mua protesta e sikureve, as protesta e shtirjeve. Ajo më neverit. Kjo më zemron. Dhe nëse nuk do isha në vendin tënd i dashur Amos, pas 6 vitesh pritje, dyert që hapen, mbyllen, premtimesh që treten, përgjigjesh që delegojnë përgjegjësinë te dikush tjetër, me shumë gjasa.
unë do ndihesha njësoj me shumë gjasa, edhe unë do ndihesha pjesë asaj proteste, ose do shkoja edhe vetë në protestë. Kështu që nuk e vëm dyshim për asnjë moment. Përkundrazi, e ndjeri, sado që mund mos e besosh, e ndjeri zemrimin tonë si t'ishte imi. Dhe mesazhi yt është këtu i nxjerrë, kam plot tilla, se shumë më i mirë diçka që unë kam thënë vazhdimisht këto ditë. Jo çdo njeri që bashkohet në protestë është aty për një arsye. Ka plot njerëz që nuk i çon bulevard në ideologji, në një parti, në një inat abstrakt, nuk i çojnë as like-et, as followers-at, për të joshur sot protestues që nesër janë klientë dhe për të ushqitur pastaj produktet e influencerimit. Nuk i çojnë aty as bindjet ambientaliste, janë fisnike patjetër, as impulset e verbra nacionaliste, as manipulimet apo më keq akoma se manipulimet, as misionet e ndryshme për të manipuluar tjerët, por i çon një hall që në fundit kthehet në një zemrim dhe një zemrim që kthehet në një shpërthim. Një padrejtësi që ndjen në shpinë. Kjo është legjitime. Ke shumë të drejtë, askush nuk duhet detyrohet të shkruajë kryeministës dhe institucionet që paguhen për të adresuar këto probleme, se kanë bërë punën e tyre. Por, ana tjetër, unë, personalisht, çdo mesazh që marr unë ndjek, siç e thua edhe në mesazhin tënd, më keni shkruar një vit më parë, unë kam çuar tek autoriteti kompetent. Tani unë nuk dua fare të justifikohem, se mora të mesazh nga telefoni për ta hedhur në debatin me ata të cilët siç më janë vënë mrapa, do më kenë mrapa në aspektin e debatit, sepse unë nuk mund të pranoj lloj sharlatanësh, delirantësh, manipulatorësh apo njerëzish të futur nga të tjerë, si edhe hipokritësh që i kam njohur në punë, i kam parë në punë që të marrin mikrofonin e protestës edhe që të tregojnë si bëhet Shqipëria. Këtë unë s'mund ta pranoj dot. Mund të jetë diçka që të tjerë s'do e bënin, por unë nuk ta pranoj. Jo, këtë mesazh e nxorra për të ndarë të vërtetën time të thjeshtë që unë kam qenë i shqetësim. Absolutisht. Dhe e kam çuar mesazhin para një viti tek Bashkia e Tiranës. Tani, ne nuk kemi kryetar bashkie. Ne kemi një bashki që funksionon me defibrilator, me oksigjen, me 700 shtytje dhe me 700 ndërçe ushtyn. Por për te bashkisë, ne kemi probleme me administratën patjetër. Dhe kur administrata nuk e mban barën që i takon, atëherë bara përfundon mbi shpirtin dhe mbi mendjen e qytetarit, dhe familjes, e njerëzve që duhet marrë përgjigje, pastaj hivet hap pas hapi dhe vjen prap tek tavolina. Por këtu duhet bëj një ndërhyrje që nuk kërkoj mirëkuptim, por thjesht kërkoj dëgjim nga të gjithë. E kuptoj që kur gjëja vjen te vetja është ka arritur fundi i durimit. Por nga ana tjetër nuk do të lejuar që një hall i drejtë të bëhet lëndë djegëse për ata që vazhdojnë në ushqenjë të protest, vazhdojnë në ushqenjë të rrëmuj. Vazhdojnë në ushqenjë këtë rrëmuj më shumë shpirtërore se sa fizike,
duke bërë dëm pas dëmi, jo duke ndihmuar që gjërat të zgjidhen. Ata janë njerëz që ushqehen me problemet të tjerëve dhe janë njerëz, janë subjekte, janë organizata, janë edhe aktorë të tjerë jashtë vendit që ushqehen me problemet të tjera. Problemi juaj dhe i gjithë atyre si ju që shkojnë atje ose që janë të lidhur me atë gjë nuk është t'i jepni karburant politikës apo qëllimeve të tyre pa diskutim. Se ata nuk kërkojnë zgjidhje. Ata kanë nevojë që zgjidhja mos vi kurrë. Se ata duan që të mbajnë gjallë zemrimin për çarjen dhe iluzionin që çdo plagë e një qytetari është prova që këtu duhet rrëzuar gjithçka dhe Shqipëria duhet filloj nga e para. Ata janë njësoj si ti, si ju, si qytetari që i ka shpirtin ndaj tundës, kërkon drejtësi për pallatin e shëmbur apo të dëmtuar, se nuk e di konkretisht. Dhe s'është i disponueshëm për të bërë dekor për një agent tjetër, por faktikisht ju keni hallën e vërtet. Ata duan të ngrenë dhe të mbajnë këmbë industrinë e hallëve. Unë kam detyrimin mos ngatroj të dy gjëra, unë kam detyrimin të dëgjoj njeriu, po mos bëhem peng i atyre që flasin në emrin tënd, kur jo vetëm s'kanë gjendor për të zgjedhur asgjë, por nëse larg qoftë jo vjen në dorë, nuk do të kesh problemi i shkallës pallatit. Do bëhet Shqipëria përsëri si është shkallë. Ku e di unë këtë, e di sepse ne nuk kemi nevojë të provojmë gjithë ato që i kanë provuar tjerët. E kuptoj që është e pamundur për ty që të pranosh që unë do të vë një perspektivë dhe them, shiko, patjetër që ky është problem shumë i madh, por ti ke më shumë arsye të besosh se sa të protestosh. Dhe ndërkohë, administrata patjetër ka shumë probleme, por krahasohet pak. Vetëm krahasohet pak me ç'a ndodhte. Jo shumë vite më parë. Dhe sigurisht që ty s'të duhet kur vjen puna te halli. Por bashkia nuk funksionon ashtu si duhet. Ata i bashkisë është marrë, është mbyllur diku. Edhe e kam thënë që ditën e parë, kostot që ju krijohen shumë të tjerëve janë shumë më të mëdha se çfarë do lloj arsye për të mbajtur mbyllur dikë që mund të hetojë, gjykojë në gjendje të lirë, edhe pastaj nëse është për të dënuar, dënoj. Gjithsesi, ju e dini shumë mirë, sepse shënimi vjen më mbrapa, unë përsëri e delegova rastin tuaj. Edhe përsëri ju thash që shiko, tu ka një limit gjëja, sepse nuk varet nga ne. Dhe janë gjërat shumë më teknike dhe juridike se sa duken. Dhe ju thash, nëse ju duket se protesta do t'ja u zgjidhi këtë hall, ju e vazhdoni protestoni, se unë jam këtu për t'ju thënë, shiko, unë po bëj këtë dhe ju e aman mos protestoni. Jo, unë nuk e shoh protestën e njerëzve të ndershëm, njerëzve që thash nuk janë karburant për industrinë e hallëve, si një problem. Unë e shoh si një që shumë të respektueshme, shumë të mirëkuptueshme, edhe revoltuese për mua, por tek unë ajo funksionon. Ky është thelbi. Njëkohësisht, për të mos e zgjatur, do t'ju kërkoja diçka të gjithëve ju që si mos jeni në këtë situatë, pra me këto halle. Mos e falni hallin tuaj. Askund. Mos ja falni administratës. Dhe nëse
ke nevojë për mua, unë jam këtu të luftoj bashkë me ju. Por mos ja falni në asnjë mënyrë atyre që duan të çojnë gjërat mbrapsht, duke përdorur hallin tuaj. Sepse zgjidhjet kur nuk vijnë nga njerëzit që ndezin zjarrin e zemërimit, por nga ata që pavarësisht të gjitha mangësive dhe gabimeve, mbajnë detyrimin për të fikur çdo vatër halli duke i qëndruar mbi kokë. Unë bëj më të mirën time të mundshme. Unë jam shumë krenar për shumë çka administrata jonë publike ka arritur dhe për mënyrën si është transformuar në krahasim me të shkuarën, por jam zonisht po kaq i dhëruar dhe i neveritur me atë që ka ndodh me administratën në vende dhe në raste të caktuara, por zgjidhja nuk është ta hedhim në erë, zgjidhja është ta korrigjojmë bashkarisht. Operacionet e mëdha janë bërë. Ktu çështja është për të vazhduar trajtimin e plagëve dhe për të vazhduar trajtimin e atyre pikave që kanë infeksion.